Mirë, rikthehen për diskutuar pak për sigurinë kibernetike, sepse gjithmonë më shumë, ndërkohë që teknologjia zhvillohet, ka një lloj brishtësie, po edhe pikpyetje shumë të madhe, sa të sigurt jemi ne kur vjen puna tek siguria kibernetike. Çfarë duhet zgjedhim apo jo, cilat mund të jenë ato përgjigje që duhet marrim edhe kur ngrem pyetje, sigurisht në lidhje me sigurinë. Celularin kur e përdorim, kompjuterin kur e përdorim. Thash që do të kem Albi Hoxhën në studio për diskutuar në të, po kush është Albi? Albi është shefi i teknologjisë dhe i sigurisë së informacionit në Abisnet. Mirë se vjen. Përshëndetje Flori, mirë se gjeta. Për të bërë një bisedë shumë të rëndësishme që është siguria kibernetike. Tani, ne jetojmë në një epokë ku teknologjia na rrethon gjatë gjithë kohës, apo jo? Në qartë. Ti je në celular, në kompjuter, dhe bashkë me të tani ka edhe pasiguri. Po, e bëj këtë pyetjen, hasemi ne me sulme kibernetike? Po e nisë kështu, sa të shpeshta i kemi? Që vërteta, Flori, duhet të them që jo vetëm në Shqipëri, por kjo është një sfidë globale që po ndodh sot, ku çdo kompani që thotë që ne nuk kemi sulme kibernetike, ose ne nuk kemi të prekur nga këto sulme kibernetike, nuk po thotë vërtetën, sepse ç'është e vërteta edhe në Abisnet, kjo ndodh në mënyrë të përhershme, le të themi, por e rëndësishme është se si të mbrohemi nga këto sulme. Sulmet më të zakonshme që ndodhin sidomos në këtë fush janë sulme të tipit volumetrik, DDoS që quhen, dhe sulme phishing emails. Të dyja këto phishing emails, po, kjo në fakt është edhe për publikun shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Po, janë këto emaile që të vinë... Po, emaile që duken sikur kanë një natyrë tjetër, por në fakt duan të arrini diçka tjetër. Po këto që për shembull të thonë klikoje këtë linkun, sepse të ka skaduar passwordi, lutem klikoje sa më shpejt sepse është urgjente. Këto dërgohen nga haker, a? Po, patjetër. Domethënë është. Po dali dhe anglisht me anglisht jemi gjithmonë aty në internet. Po, është vërtet. Pra, ndërkohë në rrjet sigurisht që ndodhin të vinë jo vetëm emaile, sigurisht ka edhe sulme të tjera kibernetike nga më të ndryshme. Ka shumë sulme, po këto të dyja janë këto janë ato të dyja që ne përballemi më shumë. E para lidhet, domethënë sulme DDoS ne mbrohemi me anë të softwareve apo pajisjeve të ndryshme që ne aplikojmë, ndërsa për sa i përket emaileve dhe apo sulmeve me phishing emails, kjo zakonisht është çështje organizative. Ne në kompaninë tonë bëjmë trajnime të përhershme, le të themi çdo një muaj, ne organizojmë trajnime për gjithë stafin, sepse e vetmja mënyrë që të mbrohesh nga phishing emails është duke i shpjeguar çdo punonjësi se si të mbrohet nga një phishing email. Pra, phishing email duket në pamje të parë si një email legjitim, sikur po të kërkon me të vërtetë që ti të futesh ndryshosh passwordin. Po, edhe në të vërtetë kjo është një problem shumë i madh. Kam një pyetje me që jemi këtu, dua që të ma sqarosh pak. Si gjejnë këta hakerat emailin tim? Për shembull, emailin tim, emailin tënd. Zakonisht ato quajnë apo gjurmojnë emailet të cilat janë publikuar në faqe zyrtare. Për shembull tek faqja Abisnet.al janë disa emailet publikuara. I quajnë ato emaile, kush përgjigjet mbrapsht, pastaj ato regjistrojnë në databazën e tyre dhe vazhdojnë. Por jo vetëm, edhe nëse janë futur në një faqe diku, gabimisht mund të kenë. Patjetër, edhe në faqe, patjetër, edhe kjo qëndron gjithmonë. Pra edhe këto janë në hapësira. Tani, si e kuptoj unë kur një sistem për shembull është hakeruar? Është në fakt është shumë e thjeshtë, sepse ti punon me kompjuterin apo me celularin tënd çdo ditë dhe ti e di që ai ka një sjellje normale, le të themi. Pra, reagon në një farë mënyrë të caktuar, por në momentin që ai hakerohet apo ka marrë një virus, le të themi, ai bën sjellje të ndryshme. Për shembull, reagon me shumë vonesë, mund të shfaqen fajle të ndryshme, apo ngadalësohet. Të hapen faqet papritura, të del në ekran ndonjë fajl që ti nuk e ke krijuar vetë. Searchi default në web është ndryshe nga ai që ti ke pas lënë më përpara, pra ose mund të shfaqen fajle me dy extension, për shembull .pdf.exe që nuk janë normale për fajle. Pra këto duhen pasur parasysh si shenja kryesore gjatë. Që janë që ne mundet na shfaqen diku. Po, patjetër. Mund të hakerohem unë, Albi, nëse jam i lidhur me celular me wireless? Patjetër. Patjetër, po duhet kemi shumë kujdes, sidomos kur lidhemi në Wi-Fi. Pra kam vendosur Wi-Fi në shtëpi, po edhe në punë ndonjëherë. Kudo, mjafton. Metoda më e zakonshme që po gjejnë është nëpërmjet phishing emails në fakt. Phishing email. Po, kjo është më e zakonshme, po. Bashkë me DDoS-in që është si Albi që njerëzit nuk janë mësuar ende, se edhe kjo më bën përshtypje. Po ndoshta mungesa e trajnimeve të vazhdueshme. Prandaj edhe ne në kompaninë tonë po punojmë kaq shumë çdo ditë për t'i sensibilizuar më shumë njerëzit çfarë duhet klikojnë, çfarë jo, cilat domene duhet të shikojnë, çfarë duhet kenë parasysh, mos klikoni linqe pa pyetur, pa u konsultuar me IT. Kush e bën më shpesh gafën e të rënit pres? Se besoj ju brenda në kompani edhe mund ta diskutoni. Cila target mosh?
nuk ka target mosh me sa kam parë unë. Pra edhe të rinjtë e bëjnë ndonjëherë gafën për klikuar të që emaili të jetë i dedikuar mbi profesionin ose mbi rolin që ato kanë në kompani dhe i bën që ta klikojnë atë email. Ne duam mbi të gjitha të diskutojmë që çfarë na si ja dalim ne, pra si ja del sigurisht edhe Abisneti, që të më ndaloj mua ardhje në një hakerimi. Pra të ndaloj mua të hakerin të më vit tek sistemi. Kemi dy lloj sulme, siç e përmendash në fillim. Për sa i përket sulmit parë, është totalisht çështje teknike që i përket pjesës së IT-s për ta zgjidhur. Ka gjëra teknike. Pra, përdorimi i firewall, përdorimi i sistemeve mbrojtje ndaj sulmeve DDoS, ndërsa për anën tjetër për phishing emails, vetëm trajnimet janë gjëja kryesore që ndihmon në sensibilizim dhe mos klikimin e linqeve të padëshiruara. Për sa i përket tani internetit, ka rëndësi hakerimi tek shpejtësia e internetit? Jo, nuk kanë lidhje bashkë. Jo, nuk kanë lidhje bashkë me njëra tjetrën. E kuptoj. Kështu që njerëzit mos mendojnë që kam internetin shumë shpejtën edhe nuk hakerohen. Jo, nuk kanë lidhje fare. Albi, ti vetë trajnohesh gjatë gjithë kohës për pjesën e sigurisë? Se kam përshtypjen që edhe teknologjia përparon shumë, duhet ta ndjekësh. Patjetër, unë kam disa certifikata. Polici është i aftë, po hajduti ndonjëherë është më i aftë, edhe kriminali është më i aftë se sa ai. Duhet jemi gjithkohon të updateuar me gjërat e fundit teknologjisë që dalin. Unë kam disa certifikata ndërkombëtare, por tashmë po bën një punë shumë intensive dhe autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike AKSK, i cili është gjatë gjithë kohës me ne për trajnimet dhe zhvillimet më të fundit mbi këtë fushë. Me që jemi këtu, e mbyllëm me këtë pjesë, po do të ngacmoj për një gjë tjetër më pas në këtë pyetje e fundit, po cilat janë ato shërbimet kryesore që ka Abisneti kur vjen puna edhe tek individi, po dhe tek biznesi? Sepse tani kjo është, hakerimi ndodh shpesh edhe tek biznesi. Nuk ndodh vetëm tek individi. Ajo që do thoja unë. Dhe sidomos kompanit njerë që kanë 100 punonjës, 200 punonjës. Po, patjetër. Abisnet, shërbimin e tij kryesor ka patjetër internetin, por gjithashtu VoIP dhe IPTV. OTT, falni. Këto janë 3 shërbime që ofron Abisnet. Pastaj ofron colocation që ti mund sjellësh serverin tënd fizik. Ne lidhim gjithmonë vetëm me internetin, ti ke të drejtë. Jo, ti mund sjellësh serverin tënd fizik në data centerin ton. Ofrojmë VPS, pra virtual private server, ti mund të marrësh një server me qera virtual tek Abisnet. Ofrojmë dark fiber për bizneset që duan të lidhin dy degë të tyre me njëri tjetrin. Ofrojmë shërbim data. Këto janë disa nga shërbimet kryesore që ofron Abisnet në këtë moment. Një diçka që duhet përmendja patjetër dhe që njërisi, kam vënë re shpesh në lojrat online që këto lojtarët me njëri tjetrin i bëjnë sulme DDoS njëri tjetrit për t'i vonuar kohën e përgjigjes, ndërkohë që ato luajnë me njëri tjetrin dhe i bëjnë sulme DDoS. Ne në fakt i kemi gjitha IP tonat mbrojtura. Edhe prandaj të sugjeroja shumë. Sulme DDoS janë sulme volumetrike, që ti gjen IP-n e lojtarit tjetër. Lojtar, kur thua lojtar game? Lojtar online që bëjnë lojra online. Jo Counter-Strike. Edhe i dërgojnë një sulm, pra i dërgojnë trafik jo legjitim. Si, jemi duke luajtur ne të dy. Ti je në Itali, unë jam në Shqipëri. Dhe unë të sulmoj ty IP-n, po nga gjej unë IP-n tënde? Del tek lojrat online, po del IP-a, po që ka personi, edhe i sulmojnë IP-n. Dhe IP-a për të sjaruar në përgjithësi të thuash adresa e ati personit, adresa virtuale, po. ID-a e kompjuterit, edhe e sulmojnë me një sulm të tipit volumetrik që t'i vonojnë kohën e përgjigjes. Në këtë mënyrë ai përgjigjet më vonë se sa ky vetë edhe arrin të fitojë lojën, po. Ndërsa në rastin tonë nuk ndodh, sepse ne kemi të mbrojtur atë gjitha IP-t tona. Me që jam këtu, se edhe këtë e kam shumë të rëndësishme. Po diskutoja pikërisht atë elementin e rëndësishëm pak më përpara tek të rinjt dhe interneti. Ka Abisneti një platform apo një ofrim e cila e mbron, e ruan atë fëmijën edhe atë adolescentin i cili përdor internetin dhe prindrit mos ta kenë me merak se kemi patur ngjarje pafund të rënda. Ne së fundmi kemi nxjerrë aplikacionin Abisnet, mund ta bësh direkt nga aplikacioni, ku ti mund të menaxhosh routerin tënd dhe aktivizon parental control, pra aktivizon shërbimin ku ti mbron fëmijët nga faqet për të rritur apo faqet me kontent pa lejuar për fëmijët në moshën 18 vjeç. A vërtet, pra unë shkarkoj tani aplikacionin e Abisnetit dhe fus të dhënat aty dhe ti kem dhe unë për shumë kam mundësi nëse ja lë fëmijës tim celularin. Je i sigurt që nuk do të hapen faqe të ndaluara për atë moshë. Edhe kjo gjë ndodh edhe në kompjuter më pas? Edhe në kompjuter, po çdo pajisje që lidhet me routerin tonë. Dhe marruan fëmijën për... Po, ta mbron nga gjitha faqet me kontent të ndaluar për të rritur. Mirë.
Të falenderoj shumë. Albiria, Faleminderit shikon ju. sa e shpejt do t'ishte biseda që kishim bashkë, edhe të ftoj në panele kur të kem tema përsa i përket sigurisë kibernetike, se na duhen ata cilët janë ekspert. Unë do të shkoj në këto momente tek Kroni, e cila është në Gjorgji, sepse me datë sepse është atje ajo edhe për të performuar edhe për të patur atë emocionet e saj, se e kam parë në rrjetet sociale, intervista që bëri me mua njerë u bë virale, pa fund. Nuk e di nëse kam Kronin në lidhje, apo duhet shkojmë publicitet, ma konfirmon në regjia. Në të kundërt, do shkojmë publicitet, pas pak do kem Albin. Andri do më tregoj pas pak edhe në lidhje me Kronin e performancën e saj.